O Allah, ti di çfarë ka në zemrën time, dhe ajo është në duart e tua. Të lutem të më përgëzosh me një lajm të mirë, që të më bëj të harroj çdo lodhje që kam kaluar. Një lajm që të gëzoj zemrën time dhe të qetësoj mendjen time, dhe që të më bëj të bie në sejdë falënderimi për ty, si shkak i përkujdesis tënde ndaj çështjes sime. O Zoti i botëve. Amen.